Mi mbrëma Star dhe Stare, keni ardhur në Star Sport, që transmetohet drejt për drejt në Star Plus, si çdo të hënë në këtë orë. Për shkak të motit të keq, duhet kishte përfunduar ndeshja e fundit e pesta, por u shty dhe ishte rrezik mos të luante. Në Selman Stërmasi në këto momente po luan minutat e fundit të takimit të pestë vendimtar, ndoshta edhe për titull, të paktën për këtë javë, ndërmjet Tiranës dhe Skënderbeut. 0-0, por regjia më thonë rezultati deri tanishëm, që ky rezultat, nëse mbaron kështu, do të kemi pikë të barabarta. Partizani që rëmbeu një 3 pikër sot me Suka, që gjaktar golash, ky dihet, i ka qenë te Vllaznia, ka qenë në Iran, tani kthehet te Partizani, por me të ftuarit tanë special, kur sot Vllaznia ka marrë një 3 pikësh të artë. Edhe se sot Cungu kishte ditëlindje, ndoshta ishte ditëlindja më me shi dhe thonë që kur ka shi ka bereqet, dhe ky bereqeti do vi pa nga pak të furnizoj Vllaznin. Atëherë filloj me ftuarit tanë në studio, pikërisht e filloj me Lazar Matin, njeriu rekord në Guinness, e ka ndaruar dhe më pyesin vazhdimisht javë për javë, çfarë bën ky njeri, president i futbollit të Pemën Vllaznis, që jo nuk e diskuton, por në 16 javë ka shënuar 126 gola, që po të vësh kamrën nuk i bën dot dhe pson vetëm një. Vetëm një. Lazar Mati jam i mbrëma, mi se erdhe në Star Sport. Çfarë bën i shkurt për Star dhe Staret që na ndjekin tani drejt për drejt? Ne bëjmë atë punë që kena marrë përsipër për me bë. Kena bë më të mirën. Mendoj se nuk janë ato rezultatet të rastishme, janë vazhdimsi një punë të mirë disa vjeçare të ekipit tonë. Për ne nuk ka shumë rëndësishme ato rekorde, se në vetvete rekorde përbajnë, por është rritja e cilësisë dhe masivizimi i sportit, aty kena edhe objektivin tonë kryesor, por kur shoqërohen me rezultate dhe këto janë më të bukura dhe mendojmë që japin një shtys akoma atëherë këtij sportit. Megjithatë e keni thyer kampionatin se jeni absolut. Për shembull, në futbollin e femrë nuk bëhet Superkupa. E di pse nuk bëhet Superkupa? Se Lazar Matia fiton edhe kampionatin dhe kupën dhe du të luajë me vetveten. Pirë, na bëjmë detyrë ti na mëson një formulë tjetër se na mund të ndryshojmë kurs edhe javë të tjera që kanë mend, por unë di që në futboll luhet për me fitu dhe këtë kena arrit deri tash. Megjithatë një miku jot, një miku ynë është ngritur në ofiq, ta themi mbas pak, gjithë e din, ai ishte ftuar sot me një ftesë nderi dhe pranoi, por është në Hungari. Cili është ai? Duroni pak dhe prisni. Raimond Rasha, trajneri i basketbollit mi mbrëma, profesor Raimondi. Dhe basketbolli është futur në play-off. Po, basketbolli është. Si u arrit kjo? Me punën e vazhdueshme të stafit tonë, në Antrinisa dhe nga para treja edhe deri te trejtërat, kam ulja e vajzave për me bë një arritje. Në renditi, domethënë arsyeshëm në play-off për sezonin 2015-2016. Vështirë deri këtu, por mund të kalojmë dhe këtë pengesë për të kaluar në finale, vështirë. Shkallë. Mirëmbrëma, mirëser dhe profesor Rasha në Star Sport. Ertan Hasani, shqiptar pur 100%, por që është jashtë kufive në Maqedoni, që ardhe dhe luan me Bestlidhjen. Po, vërtet. I kënaqur deri tani, Hasani? Po, jam shumë i kënaqur. Ndërkohë Bestlidhja është një skuadër jo e vendit parë, ishte një moment, por nuk e di. Megjithëse ja ulën 3 pikë Florit Krujës, konkuroi me Korabin, tani jeni vetëm 1 pikë larg. E arritshme objektivi që Bestlidhja të jenë superiore? Është e arritshme, pse jo? Kemi edhe 4 neshe, 4 finale. Mendojmë që do t'i kryjmë me sukses të gjitha neshjet. Edhe do shkojmë në ndeshjen e fundit në Kruj, mendoj që do arrim qëllimin. Pra keni 4 pit stopa dhe në finisht do përfundoni në një finale super nëse diferenca është 1-2 pikë, se nëse Kruja është 4 pikë, ajo vlerë neshe nuk ka më vlerë fare. Mirëmbrëma, Ertan Hasani dhe mirë se erdhe në Star Sport. Mirë se jeni. Eugen Zeka, trajner. Ky është posti i tij. Vjen nga Italia. Ne bëm një emision javën e kaluar rrëfim.
profesor Vasili ka marrë me Mourinhon, ka takuar gjithë kokat më të mëdhaja, para ca kohësh ishte trajner te Laçi dha një dorëheqje sepse ka një sedër tamam sedër, dhe tani është trajner dhe shikon e curinë e kampionatit tonë. Eugen Zeka mi mbrëma. Mi mbrëma, mirë se u gjeta. Atë pyetje që ndoshta nuk ta bërë atë rrëfimi, por mund ta bëj sot. Pse dha dorëheqjen nga Laçi kur ndeshjen e parë patë fituar 1-0 me Skënderbeun dhe kishte më të lehtë Laçiot në Korçë? Bëj papagallin e përsëri fjalët e mia. Ndarja nga Laçi mund të jetë provizore, nuk është largimi imi nga Laçi, është thjesht ndarje provizore për të marrë edhe unë kohë për të njohur me ambientin shqiptar, me mentalitetin e futbollit në vendin tonë, dhe në të ardhmen për të integruar me gjitha aftësitë dhe mundësitë që kam në futbollin në vendin tonë. Megjithatë, për hir të vërtetës, sot Laçi rrezikon. E ka kaluar Vllaznia me rezultatin e sotëm, Laçi ka psuar disfat në Ballç dhe janë shumë afër njëra tjetrës. Fatkeqësisht është neshja 3 radhës që Laçi humb dhe jo mirë për Laçin që të futet në lojë për mos të rënë nga kategoria, por mundësitë që Laçi të mos rrezikojë janë më së të mira, pasi janë edhe gjitha ato neshje tjera që ka për të përballuar. Po, Bendis mi mbrëma miser dhe sot, diçka po komunikoj me Regjin dhe do ta bëj më pak, cili ndoshta ka ndryshim rezultati. Po, rezultati ishte Kastrioti 1-0, në favor të Kastriotit me Tiranë. Jo, do t'jetë Skënderbeu 1-0. Se ti e thua Kastrioti, por është Skënderbeu nga fisi Kastriotëve, do të shikoni, ne i themi ku e ke veshim le kapim, Ertan me dorën e djathtë kapin veshin e majtë, thonë në Shkodër, pra jo Kastrioti, po Skënderbeu ka bërë një gol dhe shkëputet tani gjithë renditja dhe vazhdon ai dueli me Partizanin. Fiton Partizani, fiton edhe Skënderbeu deri tani në këtë moment në Tiranë, mbas një shiu ndeshja u rrezikua 1-0. Bendis, pyetja jo naive, por shumë naive që mund të bëj është pse nuk u luhet në një orë? Nuk e di, mbase e kanë parë më të arsyeshme që të mos luajnë në të njëjtën orë që të gjithë tifozat edhe sportdashësit të kenë mundësi që të shijojnë të gjitha ndeshjet mbase. Jo, kjo pyetje na kaloi pikërisht antarit të komitetit ekzekutiv, ky është funksioni zyrtar, ai është mik i Vllaznisë, ka qenë dikur trajner pranë ekipit Vllaznie, ka trajnuar Vllaznin, ka qenë trajner me kombëtaren shqiptare, ka qenë dëgjoni, shumë shpejt, ai do jetë në rrëfim dhe do mësoni. Vasil Bici mi mbrëma, miserde. Pse nuk luhet në një orë gjitha ndeshjet e superiores? Kategoria e parë luhen gjitha në një orë, gjithë në shtunë. Superioria jo. Më duket që është rënë dakord që vetëm 3 javët e fundit të luhet në njëjtën orë, janë arsyet komerciale të Supersportit, të këtyre transmetimeve televizive dhe edhe javën tjetër Partizani luajti më vonë se sa Skënderbeu ndaj Vlorës, ndaj Vllaznisë, apo ndaj Vlorës nuk e di cilën nesh, dhe nuk diti të përfitojë me fjalë. Doli barazim në Vlorë, në një kohë që Skënderbeu kishte humbë në Korçë ndaj Tërbunit. Po. Dhe ka një legjendë aty, fillojnë tani thashë themet, pikërisht ai Karakaçi që ka qenë aty ku është profesor Rasha, nuk u thirr fare nga trajneri, do t'i bëj një ftesë zyrtare trajneri Gjoni, javën e ardhshme ne do komunikojmë dhe zyrtarisht, ai duhet të jetë në këtë studio për ta qenë që ne nuk jemi me asnjë dhe jemi me të gjithë. Për arsye se ka lindur një konflikt me Karakaçin, njeriu gol që tronditi, dhe tani kanë filluar, domethënë, sikur ka prishje pazari, nuk e di, po është i ftuar në studion e Star Sportit. Dhe Skënderbeu ka shnuar deri tani Vasil Bici. Partizani ka fituar në Kukës. Te i thashë theme në Shqipëri. Zeka, ke dëgjuar shumë thashë theme në Shqipëri? Për këtë kohë që ke jetuar tani. Po, këte hynë, këte i dalin. Po duhet ta bllokosh një vend që mos të ne i dalit ne, po të rrit në kokë dhe pastaj të gjykosh. Ky rezultat. Skënderbeu fiton. Zoti Piro, Bici, lojtari që nuk luajti sot në Kukës, fitoi. Ishe me 3 verdha, ishe skualifikuar këtë takim. Unë them që ta shijojmë futbollin, ta shijojmë jetën ku jetojmë në këtë vend me gjithë defektet e mëdha që ka. Domethënë në të gjitha sferat e jetës defektet janë mallore, por
ne jetojmë këtë vend dhe du t'i përshtatemi, du t'i imunizona për t'i kalu. Mimbrëma Vasil Bici mi se erdhe në Star Sport sot dhe aty keni një temën e sotme, futbolli a duhet të largohet nga bashkia apo të privatizohet totalisht. Numrin e keni të shkruar, unë do t'i lexoj diçka, kjo do jetë tema në fund edhe për stuarit tanë këtu në studio, se nga njerë duket sigur bashkia e shpëtimtare që ndodh me gjithë futbollin shqiptar dhe nuk po arrin dot të ajo fjalë që ne ndryshuam pikërisht para 90-s dhe mbas 90-s, por vazhdojmë gjithnjë sikur eksperimentojmë shumë. Kjo është tema. Ndërkohë fillojmë regjia me femrat java e 16, Lazër Matia. Atëherë kemi Bandanën dhe Kinostudion me një rezultat të ndarë barazim 3-3. Duke vijuar me Teuta dhe Apollonia, 8-0 në favor të Apollonis, Dajti dhe Dorë në favor të Dorë sërish të 0-3, Tirana AS dhe AS 8-0 në favor të Tirana AS, duke vazhduar me Vllaznia dhe Skënderbeu 13-0 për Vllaznin. Në fakt, ky rezultat, pavarësisht se bëhet fjalë për Vllaznin, nuk e di, më gëzon gjithmonë kur e lexoj. E se duket jem nga Shkodra, se po t'ishtë në Tiranë nuk do të gëzonte, për shembull t'ishte te Gencymeri, që është trajneri Tirana AS-s. Por mas këtyre rezultateve bendis klasifikimi, që është unik për një ekip që ka shenjën e Vllaznis. Normalisht. Vijon sërish në vend të parë Vllaznia me 48 pikë, duke vazhduar në vendin e dytë me Tirana AS 35 pikë, Kinostudioja me 34 pikë në vendin e tretë. Në të katërtin është Apollonia me 32 pikë, ndërsa në të pestin dhe Dorë me 30 pikë. Duke vijuar në vendin e 6, Bandanja 23 pikë, në të 7-tin Skënderbeu 21, në të 8-tin është Teuta me 6 pikë dhe në të 9-tin është sërish AS me 6 pikë, pra kemi një barazim pikësh këtu, ndërsa në të fundit, pra në të 10-tin është Dajti minus 24 pikë ose 0 pikë. Ja, nuk është 0 pikë, është minus frigorifer. Lazër Matia, në qësë është minus... më tepër, le themi kështu. Ska, bilej, kur ishte 1 pika, 0 pikë sa ishte, ja ullën e dënoj federata dhe me mori minus 3. As një fitore 16 tumbje. Ajo është minus 3 pikë, është një ndeshje që kanë bërë një gabim teknik ato në atë ndeshje dhe janë zbrit 3 pikë dhe nuk kanë fituar si ndeshje, kanë humbur gjitha. Ajo minus 3 pikë mendoj që do të korrigjohet edhe në klasifikim, se nuk është minus aqsa. Logjika, matematika është kështu flet. Si Vllaznia filloi me minus 3 para një sezoni, për shkak të dënimit UEFA-s dhe vazhdoi, pastaj mori 3 pikë dhe i likuidoi. Nuk ka si rëndësia, është ekipi më i dobët në kampionat edhe për renditjen si t'ishte edhe 0. Lazër, shikojmë bashkë me Bendisin edhe java e ardhshme. Kjo do tjetë, kjo është klasifikimi java e ardhshme 17, Bendis, Skënderbeu do presi. Skënderbeu dhe Tirana AS, duke vijuar më pas me AS dhe Dajti, dhe Dorë Teuta, vijojmë me Apollonia dhe Kinostudio dhe në fund. Dhe, falë. Dhe kemi derbin e Shkodrës. Një skuadër që mendonte të rivalizonte ju Bandanja për Vllaznis. Lazër Matia, si e pret këtë derbi? Mendoj që kampionati i ka zgjidhur verdiktet e veta dhe ne na shpall kampion para 2 javëve. Mendoj që është një ndeshje fair play ajo që është edhe më kryesorja për këtë ndeshje. Nuk ka në rëndësi në rezultati, rëndësi ka që të ketë interesim për njerëzve që ta ndjekin këtë ndeshje. Nuk ka rëndësi, mendoj unë, sepse ndryshe ndoshta nga futbolli i meshkujt që ka një rivalitet ndoshta deri në javën e fundit, ka dhe barazi ndoshta nivel, kurse këtu disniveli është real, duhet me pranu që ekipi jonë është ekip që prej vitesh është investu, është punu të kjo ekip dhe duhet pranu realiteti që bën diferencë jo me këtë ekip që kena këtë javë, po dhe me ekipet tjera. Kështu që nuk japim shumë rëndësi rezultatit, normalisht do të provojmë vajzat e reja, sepse në ekip nuk janë vetëm 11 lojtarë, janë pothuajse 2 formacione, edhe objektivat ose plani i trajnerit është që të aktivizoj këto vajzat e reja për vazhdimsi, që të rritin edhe këto, sepse do të ketë rotacion edhe gjatë kampionatit për me rrit këto vajza. Një pyetje që më lind vetë ju është cili është sekreti i suksesit tuaj? Duke marrë parasysh rezultatin. Ne nuk kena vra shumë mendën në fakt i përgjigjemi edhe kësaj pyetje, por mendoj që jo të na kudo ku punohet, ku investohet, ku ka përkushtim, ku ka rregull, ka disiplinë, do të ketë rezultate. Kjo është ajo
punët që na kena bërë, mendoj që i kena bërë mas mirin, por duhet pranuar realitetin që ky futboll nuk është ala i konsoliduar, nuk është i mirë organizuar në gjitha qytetet e Shqipërisë, nuk është në gjitha klubet. Ndoshta për krah punës tonë të mirë që kena bërë këtë ekip, janë edhe ekipe të tjera që nuk janë nivelit tonë dhe ta lehtësojnë disiplinën. Mendoj kjo është sekreti i këtyre rezultateve, se po të kishte një ekip nivelit tonë normalisht do të kishe ndoshta edhe hapa fallës, por na kanë punuar që mos kena hapa fallës, edhe na kanë lehtësuar disi edhe kundërshtar. Duhet pranuar realitetin që edhe kundërshtarët ta lehtësojnë disiplinën. Deri tani nuk diskutohet rezultati, fitoria apo barazimi, se në 16 javë ke vetëm 16 fitore. Sekreti qëndron, për shembull e di në basketbol, profesor Rasha, një basketbollist i Tiranës, nuk e di me mik pa mik, kishte ditëlindjen, shënoi 100 pikë në një ndeshje. Lasko mos gabohem. Ju fut një mik për të shënuar gola dhe mos pësoni? Të shpiro... Pyetja është direkt në Lazën, nëse po hihesh për hiu. 127 gola Ertan dhe ka pësuar vetëm një në 16 javë. Nuk më mendoj që nuk ka logjik që të merresh absolutisht me atë punë kur ke një ekip, edhe sigur mos ta kesh, por kur ke një ekip mund të gjerrësh gjithçka të ekipit, nuk ke nevojë këto metodat antisportive. Ne kemi zgjidhur gjithçka, mendoj me punë. Këto janë rezultate ose fryti i punës disa vjeçare, nuk them vetëm i këtij viti, sepse ky ekip ka 6 vite që punon edhe kam thënë edhe ndoshta edhe disa herë kam përsërit që ka 6 vite që ky ekip mund të ketë 2 ditë pushim për festa dhe absolutisht pushim. E normalisht frytet vinë kur punohet me këtë ritëm, kur punohet me këtë seriozitet. Ndërkohë Vasil Bici, regjia do nxjerrë një fotografi ku janë 3 persona. Do ta filloj me ju, me Lazrin dhe me gjithë ftuarit e mi këtu në studio. Pikërisht shikojmë grimën. Çdo grimë aty sipër. Bjorësin Sinani me fanellën e Vllaznisë, kapiten me Koloseu ku luante dikur te Vllaznia. Kemi dhe Altin Rakli, lojtari kombëtares, dhe rokada është bërë në trajnimin e futbollit të femrave. Rakli ka dhënë dorëheqjen, tani grima është trajner i futbollit të femrave, ndihmohet nga Bjorësin Sinani. Sot ata ju përgjigjen pozitivisht ftesës për të qenë këtu, por janë në Hungari se nesër kanë një ndeshje miqësore. Është e gjë mirë kur bëhet rokat, kur ndrohet. Kisha dëshirë të them një dy fjalë në lidhje me historikun e futbollit të femrave në Shqipëri. Vim nga një vend i pazhvilluar, kuptohet me problematika që ka kaluar vendi jonë dhe futbolli i femrave s'ka ekzistuar fare. Sot ka pak vite që sot ka fillu dhe zhvillën edhe kampionate rregullisht, por pjesëmarrja e skuadrave që tha zoti president është në nivel të ulët dhe cilësia e futbollit femrave është mjaft e dobët në krahasim me futbollin e femrave në Evropë. Këtu duhet përgëzuar maksimalisht Vllaznia, sepse Vllaznia nuk ka nga një shtet tjetër, por është një skuadër e këtij ambienti, e këtij vendi dhe nuk ka shtrasi, është merite e punës së kolektivit të kësaj skuadre dhe të stafit drejtues që të shënoi rreth 120 sa gola që biseduat ju dhe unë i kam ndjek një 2-3 ndeshje i kam pa, kanë një superioritet duke demonstruar dhe finte, duke demonstruar dhe skemën në lojë ato vajzat e Vllaznisë në raport me vajzat tjera dhe të duket sikur këto kanë ardhur nga Gjermania dhe po luajnë me skuadrat e vajzave shqiptare. Pra jemi në një pelg, jemi në një shtet me të njëjtën infrastrukturë, me të njëjtin mentalitet, dhe është një merit dhe një përgëzim i jashtëzakonshëm i këtij stafi që e ka çuar këtë skuadër në atë nivel saqë sot pothuajse tallet me skuadrat tjera duke dominuar plotësisht. Po, vazhdoni të jeni drejt për drejt me ne, ndërkohë kemi telefonatën e parë. Regjia qikoj me këp do flas tani në lidhje të drejt për drejta. Alo, mi mbroma. Mi mbroma. Edhe njërë i kuzëri, nuk e dëgjoj. Alo, mi mbroma. Mi mbroma, jam lidhur me Gjergjin, është njeriu që na informon Rasha për lojrat me dorë, ku po luhet pikërisht ndeshjet finale, si në volebollin për femra ashtu dhe për meshkuj, pa vazhdojnë ndeshjet e fundit në basketbol, dhe nuk e di e kam në linjë të drejt për drejt, se linjë është, sot ka qenë dhe kohë e keqe, nuk u transmetua për shumë minuta, Bendis nuk u transmetua fare takimi Vllaznia
përballë flamurtarit. E të mërshme. Nuk është e tmerrshme, kjo është Shqipëria, janë në ajër, telat, gjëra tjera. Gjergji mi mbrëma. Mirëmbrëma. Atëherë pa u përkohë, Gjergji, informacioni nga lorat me dorë. Atëherë sapo ka pasur një 30 vite që ka përfunduar finale e dytë e titullit kampion në volebol për femra midis Tiranës dhe Baletit Volej, e cila është luajtur në sallën sportive Farie Holli, një ndeshje ndër më të mirët e volebolit femrave të sezonit që po vjen drejt përfundimit. Nga 2-0 për Tiranën ka përfunduar në 3-2 për Baletin Volej në një ndeshje që ka zgjatur rreth 2 orë e gjysmë. 25-14 për Tiranën i pari, 25-21 i dyti për Tiranën dhe atëherë kur pritej që Tirana bënte surprizën më të madhe të këtij sezoni, fitote 3-0, ka ardhur përmbysja e madhe e skuadrës kampione në fuqi, e cila ka fituar 21-25, 16-25 dhe në setin final 13-25. Dhe aktualisht kryeson 2-0 në këtë finale të titullit kampion dhe pret ndeshjen e së njëjtës për të rikurorzuar kampionen në fuqi e volebolit të femrave. Ndërsa për Meshkuj, Studenti ka fituar 2-0. Për Meshkuj është luajtur sfida e dytë të dielën në mbrëmje në pallatin në sallën sportive Farie Holli, ku Studenti ka fituar përsëri 3-0, e ashtu sikurse Baleti Volej kryeson edhe skuadra e Yllit të Morrit 2-0 dhe pret të mërkurën të luajë ndeshjen e tretë dhe përsëri të rikurorzohet kampionet. Pra po shkojmë në volebollin shqiptar drejt të njëjtave skuadra që kanë fituar dhe titullin kampion sezonin e kaluar në voleboll për meshkuj dhe voleboll për femra, pra për drejt Studentit dhe Baletit Volej. Ndërsa në basketbol vllaznia më duket për në basketbol si meshkuj dhe femra, unë kam rashën trajnerin e femrave futet në zonën e play-offit. Është në zonën e play-offit aktualisht, ka pasur një sfidë direkte me Tiranën ditën e shtunë në sallën sportive Farie Holli për vendin e tretë të katërt. Për fatin e keq nuk ka mundur ta fitojë ashtu siç ka bërë në fazën e parë të kampionatit, ku ka fituar në të njëjtën fushë 72-74, 91-78 ka qenë ndeshja për Tiranën e Erdal Borovës, atje ku ka spikatur kapitenja Liberta Bujari me 42 pikë, për cilave 10 janë 3 pikë. Kamurdari ka vërshtuar fitoreve në Kamës dhe ka ardhur dhe fitoria e dytë e kampionatit për Elbasani që ka fituar nga Studenti 70-63, kurse Koga Basket ka bërë rezultatin më rekord të javës, ku ka fituar 115-53 ndaj Skënderbeut në basketbol për femra. Në basketbol për meshkuj vllaznia ka fituar me Tiranën 71-66, Teuta ka fituar me Partizanin në Aslan Rusi 90-64 dhe Kamza Basket në Vlorë ndaj Flamurtarit 72-50. Gjergji, për kuriozitet, se ne përmendëm Gjergji, Lasku ka shënuar 100 pikë në një ndeshje. Ti e ke parë nga afër. Javën e kaluar ndaj Flamurtarit në fitoren 133-68. Për Tiranën 100 pikë janë të Gjenti Laskut, që ka pasur Johon edhe në media të huaja, sepse është në rekordet e rrallë të basketbollit shqiptar. Faleminderit Gjergji, ishim drejt për drejt me Gjergji Vyshkën për lojrat me dorë. Vazhdojmë me Rashën. Pikërisht tani do përgatitemi për play-offin. Kur do bëhet edhe një ndeshje, po, me kë e keni? Na, do të thonë 3 javë para se me marrë kampionati, ja kena arrit qëllimit ose objektivit që ishim zotu. Por bëme një mbyllje të keqe, jo se do të thonë nuk ishte mundësia për me zanë dhe vendin e tretë, po me të mend humja, do të thonë me Vlonin, humja me Tiranën, që janë ekipe dinjitoze, por e reja për ne, këtë periull, do të thonë ashtë që morën pjesë në të jo. Dhe jo, për pëse thuni humbje keqe? Këtu bëhen dhe llogaritë, siç po bëhen dhe në futboll. Për shembull, vendi i parë ndeshet me të katërtën, ju nuk doni të luanit me Flamurtarin? Kam përshtypje se Flamurtari ka pas dëshirë me luajtë me ne. Ju nuk doni të luanit me Flamurtarin. Përveç saj, si puna 100 pikë që tash dogari e bëme. Po, ka çoditur botën. Ka bërë xhiron e botës. U krahasu me një amerikan. Basketbolli në një lojë kolektive, a kthyn ping-pong. Gjë e mirë kjo Ogent. Basketbolli është thyer në ping-pong. Ndërsa ne po kemi futbollin, po e kthejmë në basketboll dhe këtë bën vetëm Lazar Matije. Jo, unë shoh seriozitet e respekt për kundërshtarët nga skuadra e presidentit vllaznisë. Të respektosh kundërshtarin
nuk do të thotë të tallesh me kundërshtarin, por do të thotë të ngulmosh deri në fund e të bësh maksimumin tënd. Përgëzimet e mia skuadrës vllaznisë që ka bërë më së miri gjithmonë detyrën në fushë. Në emër të presidentit, falenderoj dhe unë për këtë kompliment që ma bëre jo mua, presidentit, por unë në emrin atij t'ju falenderoj ju. Kalojmë regjia te kategoria e parë, rezultatet e javës së 23 Bendis gati janë këto. Atëherë, kemi Mamurasin dhe Iliria në favor të Mamurasit 2-0, duke vijuar me Ada dhe Burreli 3-1 në favor të Adës, Kastrioti dhe Besa 0-2 në favor të Kastriotit, Beslidhja Kamza 0-2 sërish në favor të Beslidhjes, Korabi Erzeni 3-1 në favor të Korabit. Ertan mos u habit, se edhe Bendis për shembull tha, Kastrioti u habit për një moment Ertan e Lili që është në studio 0-2, Bendis thua 2-0, ti the mirë the, po sepse është skuadra pritse Kastrioti dhe Beslidhja kanë shënuar 2 gola ndaj Besës që ka një portier amerikan, po ja që amerikanit ndonjëherë nuk vlen. Më duket Rasha është dhe një Amerikan në basketbol. Edhe më duket s'po merret vesh, se ose nuk di shqipa jo, këta nuk din anglisht mirë. Fundit është paraqit shumë mirë dhe të ndihmon shumë ekipin. Ku ekipi jonë për këtë periudhë ka nevojë. Dhe vazhdojmë me renditjen mbas kësaj jave në kategorinë e parë është. Kemi në vendin e parë Kastriotin me 53 pikë, në të dytin është Beslidhja me 52 pikë, në të tretin është Korabi me 52 pikë, në të katërtin e Erzeni 32 pikë, në të pestin është Kamza me 30 pikë, ndërsa në të gjashtin Besa me 25 pikë, në të shtatin Burreli sërish me 25 pikë, ndërsa në të tetin është Iliria me 21 pikë, në të nëntin Mamurasi me 18 pikë, dhe në vendin e 10 është Ada me 15 pikë. Dhe thuhet që ai që punon dhe gabon, aty ka një korrigjim duhet, Korabi ka 50 pikë, është mbrapa. Prandaj po më shite me habi. Ja, nuk po shite me habi. Dhe vjen ndeshjet e ardhshme, shikoni këtë moment Ertan dhe fjalët do jetë për ty. Pikërisht të shtunën e ardhshme do kemi këto përplasje. Kemi Korabin dhe Mamurasin për të vazhduar me Erzenin dhe Beslidhja. Stop. Ertan e Lili, ka pas probleme trajneri Samuel Nika në fazën e parë me Erzeni, ju jeni ankuar, bile është dënuar e tjera. Si e shikoni ndeshjen e dytë? Nuk është dënuar aq sa duhet, sepse ne në atë ndeshje s'ka pas siguri. Më thonë, kanë qenë gjithsi vetëm 5 politë. Ndeshja ishte në 5 Elmës? Në 5, po. Erzeni po bën një stadium të rinj duket? Po. Pati hyrën në fush tifozat e sulmuan trenerin ton Samuel Nikaj, po nuk e dënuar ashtu si duhet. Tani s'po kuptoj një gjë Ertan ose fol më mirë shqip. Ti mendon që Samueli duhet ishte dënuar më shumë? Jo. Observoj prapë se edhe unë thash shme ky njeri që vjen tani lobon kundër ta njerit vet apo jo Vasil? Për kundërshtarin, do të thënë krijoi gjithë atë rrëmuj dhe nuk u dënuan. Aty kuptohet. Si duhet të ishte dënimi? Sipas jush. Duhet që të na jepën 3 pikë. E cila u harua. Tani jeni përballë kur jeni vetëm një pikë larg Kastriotit. Afër dhe larg. Erzeni është një kundërshtar i fuqishëm, mendoj kur los në fushën e vetë si vendas. Por ne do të bëjmë çmos që ta marrim këndeshje, ta fitojmë, sepse rezultat tjetër nuk na duhet, vetëm fitojmë. Dhe vazhdon regjia Bendis dhe 2 takimet e tjera për të ardhur pastaj te një moment goli nga kategoria e parë që bëhet për herë të parë dhe do vazhdojmë ta bëjmë javë për javë. Pra, mas Erzenit Beslidhjes, vazhdojmë me Kamza dhe Kastrioti, Besa dhe Ada për të përfunduar me Burreli dhe Iliria. Pra, Ada është skuadra e fundit, por që shpreson, dhe ne regjia kemi nxjerrë nga 3-1 që ka fituar me Burrelin, 1-2 golësh, para ca kohësh, ky është goli i parë, një krosin, dhe djaloshi Stivi Vecaj, me një emër angles si Wendy, me mbiemrin Puro Shkodran ka shënuar golin e parë, ky është goli i dytë. 2 gola Eugent shënuar nga Vecaj dhe formacioni i Krepit kthehet me besueshmëri që do luftoj për qëndruar në kategorinë e parë. Jo pa qëllim, Zeka, ne kemi sjellur këtë,
Janë dy që edhe për pak do vuanin nga gjakmarrja, u bëri buja atëherë në gjithë Shkodrën, ngujimi këtyre për një ngjarje që ndodhi në familje. Dhe si Wendi, i cili sot do ta quajnë java e Vecaj, luajti mjaft mirë te Vllaznia, mund të kishte shënuar, bëri një asist për një shtupin, dhe shkojmë pas pak një super gol, ju e keni qenë dhe keni parë takimin, ja që bën sporti. Dhe janë me merita këto. Nuk janë me miq dhe pa miq, se nga njërë formacioni bëhet dhe me miq, apo jo? Jo. Vasil Bici? Jo. Nuk bëhet me miq. E ne vetëm nuk... Asnjë skuadër... Nuk mund ta përballosh një lojtar të dobët 90 minuta. Mund ta futish një neshje sa për një konjunktur të qasit, por nuk mund të lush gjithkohon me një lojtar mangut. Nuk mund ta bësh. Dhe Lazar Matia mund të futet mik? Për të fut një njeri, dikur për shembull ka qenë një djalë i ministrit, ishte shumë i gjatë, Lora Boriçi kishte toritë e veta, ishte fut i ballukën, ndoshta ka humrit e tjera. Ju preferoni, shumë Sungun e ditë Sungun, pranoi të çonte në bibliotek dhe sot erdhi rezultati i bibliotekës, por duhet sqaroj edhe një gjë. Në qoftë se luftojnë për kulturë në sport, nuk e bën as kryeministri, as ministri, as biblioteka, por duhet ngritur dhe niveli e Eugen Zeka edhe atyre që e ndjekin sportin dhe jo të përflitet, jo të mendohet e të tjera, sepse duhet të kesh kulturë për ta kuptuar kulturën. Dhe sot e ka rritur, më thosha pa frikë Armando Cungu, mënyra se si luan, se i bën dhe një pyetje ata të Tiranës, janë të tmerrshëm ata të Tiranës Bendis. I thanë mos toleroj flamurtari, pastaj e korrigjoi Cungu ngeli se bëm aty ishte drejt për drejt intervista, ne do ta shohim as pak intervistën, po ja hoqëm këtë moment, tha unë e di që djemtë e mi, Vasil Bici, tha Cungu, kanë luftuar dhe kanë merituar. Edhe përveç ndeshjes me Durrësin, që është ndeshje për të haruar, Vllaznia ka luajtur mjaft mirë në këtë kampionat. Apo jo? Në gjë, Vllaznia ka një skuadër të re dhe duhet përgëzu për këto rezultatet e fundit, por Vllaznis nuk i shko për shtat të rrinë në këto pozicione, sidomos në këto 5-6 vitet e fundit. Me Vllaznin jemi mburr, me Vllaznin kemi ardhur me biçikletë nga Lezhë për të pa një neshje, për të pa një Pavlinoj, për të pa një Zan Ragam, për të pa një Selamidan e tjerë. Dhe jemi mburr me Vllaznin. Nuk kemi kënaqur ta shoh Vllaznin në këto nivele, me të thënë drejtën. Pavarësisht se duhet përgëzu, sepse me ata djemtëri dha një shfaqje të bukur, por të diskutohet Vllaznia në këto 7-8 vitet e fundit me qenë apo me ra, kjo nuk i shkon. Dhe Vllaznia do të eci në futboll paralel me sektorët e tjerë të jetës, si nga kultura. Vllaznia ka nxjerr historikisht kompozitor të mirë, ka nxjerr aktor të mirë, ka nxjerr piktor të mirë, ka nxjerr fotograf të mirë, ka nxjerr vend talentesh në të gjitha fushat dhe futbollistë të mëdhenj, dhe nuk i shkon për shtat tash i Shkodrës të notojnë në fundin e tabelës. Sipas jush, çfarë mungon Vllaznis që ka një performancë tillë kohët e fundit, nëse mund ta quajmë kështu? Të heqim me një anë ndeshjen e sotme. Unë mendoj që duhet pa struktura e organizimit që në periudhën e verës, kalimin në SHA, kalimin në sektor privat, të cilat sot në ekonominë e tregut kanë prioritet mi ekonominë e centralizuar, nuk ka pse ngelet futbolli i bashkisë, nuk ka pse ngelet futbolli, dhe fakti po tregon që në të gjitha ato ekipe që i mbulon bashkia kanë problematike të tyre dhe jo. A mund të themi se Vllaznia në një farë mënyrë e penalizon faktin se të bashkisë? Jo Vllaznin, futbollin përgjithësi. Flasim për Vllaznin. Futbollin përgjithësi, sepse ne kemi edhe Vlorën. Edhe Vlora jo bashkia, jo donatori, jo tjetër, dhe nuk është as e donatorit, as e presidentit, as e... Po kështu dhe Vllaznia, po një periudhë ishte edhe Tirana diskutu deri vjetë. Si vjetë ju besu një presidentit edhe ndryshoi pak. Tema e sotme është, a duhet të largohet nga bashkia dal nga dal, apo duhet të privatizohet shpejt, dhe kush e pengon? Unë them që duhet marrin format që ka gjithë Evropa, gjithë bota. Lazar Matia, pse s'bë? Kjo nuk është një përgjigje që mund ta kthej unë,
nuk më do mene se mund ta këthejnë kush është prejme sa kërkon ti. Mendoj që jetën të nësi ka ndryshu, nuk është ma si para 25 vite ma përpara, është kapitalizmi mirë fill dhe kapitalizmi presupozon të kesh kapital. Tha dhe për Sërbici që ekipet ose në të nësi dhe klubet që drejtojnë nga bashkit për vetë procedurat, për vetë problematikat, për vetë fondet jo të mjaftueshme me përballu aktivitetet, në shpeshherë nollen edhe në dilema, nollen edhe përballë krizave të ndryshme dhe te futbolli ka pasqyrohet më tepër sepse është një sport i kushtueshëm dhe ndoshta jo se kanë mungu se Bashkia e Shkodrës ka treguar shumë dashamirëse për ekipin e futbollit, me fondin që ka dhënë se ka kenë sponsori vetëm ose donatori vetëm të ky ekip dhe ka dhënë maksimumin. Por duhet ditë diçka që sot në Shqipëri ndoshta edhe më shumë se në tana vendet e rajonit futbolli ka ecë, sidomos në parametrat ekonomik, mendoj me ato sa një fund, me Malin e Zi, Kosovë, Maqedoni, Bosnjë, bile edhe në Kroaci, në Sloveni, po të hekesh dy ekipet e para edhe në Serbi, kampionati shqiptar është më i vlerësuar. Këtë tregojnë edhe vetë lojtarët që vinë nga këto shtete, se nuk vinë këtu me shetitë dhe me pa vendin ose i ka marrë malli për shqiptarët, por vinë se paguhen më mirë. Dhe përballë këtyre pagesave normalisht ekipet që nuk kanë një bazë shnosht ekonomike, një investitor të fuqishëm, normalisht nuk janë të predispozuar të shkojnë te suksesi. Është metar keq për Vllaznin, sepse Vllaznia ose Shkodra më mirë me thënë, jo vetëm sportin të futbollit, për në tana fushat ka një prallimtari historike, nuk është diçka e re, edhe ndodhen në këto nivele që askërkush nuk e dën. Ndoshta edhe dashakësit e Vllaznis ka herë ndonjë keqardhje, sepse pa një Vllazni të mirë, pa një Vllazni me nivel, nuk ka asnjë kampionat, e shohim edhe vetë. Por Vllaznia duhet të pajtohet me situatën, na duhet të pajtohet me këtë situatë dhe objektivat janë minimale që Vllaznia mos bjen, edhe mendoj që ndeshja sotme ishte një tërpiksh i merituar me sakrificë kundër një rivali direkt. Do ndalemi. Ora 21, 43, 7, 8, 9, se nuk ndalet Bentis. Luma i që e kuptonet çurinë e kohës dhe mundohet ta ndalin kohë. Koha nuk ndalet. Drejt për drejt në Star Sport që transmetohet në Star Plus. Kam lidhje drejt për drejt me Radio Televizionin e Kosovës me kolegun ton Gani Kosumi. Gani Kosumi, mirë mbrëma. Mirë mbrëma, përshëndetje. Atëre informacioni për këtë institucion që po krijohet pa nga pak me shumë emër këtu në Shkodër, në gjithë Shqipërinë, informacioni nga sporti i Kosovës. Po, këtore, këtë qasë nuk këtëva nga Sana Arena, ko që bëjë tërkupe e Shqipërisë në atletik, ku kanë marrë pjesë edhe 27 atletë e Kosovës, të cilët kanë pas një përfaqësim të shkëlqyrë, duke fituar 17 vendere, për tyre 6 vendet e para, pra, të është ako kryesor që nuk jemi lidhur, më herët në telefon, isha në rrugë e Sipër, që dhe që tjetër në shkoqita disa nga lajmet më kryesore që kam përgatitur për të rishikuar si tuaj. Majinda Kelmendi, pra, vizitit të Kosovës, Majinda Kelmendi dhe Nora Gjakova ka shkëlqyer në kampionatin evropian të gjurë që është bajtur në Kazan të Rusisë. Majinda Kelmendi në kategorinë 52 kg ndërua me medalje të ardhe titullin e kampionit të Evropës. Kjo është titulli i dytë i Kelmendit për seniorë në Evropë. Edhe Nora Gjakova në kategorinë 57 kg ndëruar me medalje të bronzit, pas këtij suksesi të shënuar në Rusi. Majinda Kelmendi dhe Nora Gjakova kanë siguruar pjesëmarrjen për lojrat olimpike Rio 2016. Më fal tani, Rasha dëgjoj me vëmendjen tani. Dhe mbasi arriti këto rezultate, a u shpërblye Majinda Kelmendi dhe sa? Pesha ta vazhdoi kjo sot kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ndos të dinë se krahë për juditet Majinda Kelmendi fituese e medaljes së artë dhe Nora Gjakova që fitoi medalje. Kelmendi ka fituar 20.000 euro, Nora Gjakova 8.000 euro, kurse trajneri i tyre Dritan Kuka 14.000 euro, pra kjo është shpërblimi i sportistëve të dalluar që kanë arritur sukses në Kosovë. Nuk di si është gjendja në Shqipëri, por në Kosovë mbahet fjala do të thotë ministria ka rregullat e veta dhe ai që qenë medalën nga këto aktivitete merr edhe ndërtet. Si janë nga regjia nuk mund të vazhdoj më se është një linje dobët dhe nuk dëgjohesh pasër. Të falenderoj për këtë informacion. Rasha, 20.000 euro. Do thënë pikë mbështetja për me bën një arritje, si mas teorisë e Arkimedit, është paraja. Pra dhe më thënë, kena mrit kapitalizëm,
dhe pa kapital, si tha Lazri. Po për ta vazhduar, a duhet privatizohet shpejt, apo dal nga dal nga bashkia, dal nga dal, jemi mirë, lekët i kemi, po 20.000 euro nuk merret. Jo, unë thamë se lek nuk kena. Ba me diti që unë kam marru gjysën e fazës parë dhe fazën e tretë, dhe më thanë, me sakrificat e vajzave, se në bashkia Alasa në hapë fondet, dhe më thanë, lek nuk kena. Duhet me thanë pjartë dhe saktë që lek nuk kena. Okej. Dhe Bentis është momenti që do zgjedhësh publicitet apo reklam? Publicitet. Reklam. Dhe të kemi përsëri drejt për drejt, Vasil Bici, i ftuar i nderit në rubrikën e sotme. A kemi shumë edhe këtu në Shkodër e pozitivisht për organizimin e vllaznisë? Unë kam pas fatin në 98-ën me qenë trajneri i vllaznisë, kur në kry të vllaznisë ishte president Indjeri Meftarçela dhe them të drejtën, ne e mushnim stadiumin plot. Vllaznia ishte rivalja numër 1 e kampionatit shqiptar. Do të thënë shkoi pik me pik deri në ndeshjen e fundit me Tiranën e asaj periudhe. Fitum Kupën e Shqipërisë, fitum Superkupën e Shqipërisë. Pra, dhënia e skuadrës pa mohu vlerët e bashkisë. Bashkia ka ku e shpërndan atë pak lekë që fiton, ka ku e shpërndan me shumë sportin. Ka basketbolle, volejbolle, ping-ponge, note, mundje, bokse, më radhë. Ka shumë sporte. Kështu që organizimi tjetër i strukturës së një klubi, duke thith, duke afru privatin, e fuqizon atë arkën e klubit, e fuqizon buxhetin e klubit dhe ke mundësi me bën një merkato më të fuqishme, duke bler lojtar më cilësor dhe duke konkurruar tamam në kampionat. Dhe këto punë bahen me një projekt, me një studim. Shembull tjetër kemi në 2003-2004 kam qenë përsëri trajner i vllaznisë, ku kam pas president zotin Agronçelo dhe zotin Walter Fusha. Dhe përsëri e njëjta skem organizimi me një merkato të fuqishme, konkurruam mjaft mirë në kampionat, u renditëm të dytit nën kampion të Shqipërisë, qalum dhe me thanë në një moment tonin, por ishte vllaznim me një portret të hishëm, një vllaznim që kishe lezet të shifje. Prandaj u futa fill në kritikë ndaj vllaznisë, ndoshta sot nuk e meriton kritikën sepse ajo ka bën një fitore të bukur sot dhe unë e admiroj skuadrën e vllaznisë. Jo, do ta diskutojmë, por jemi me mendimin që mund të jetë drejt privatizimit. Ka një futboll spektakolar, ka një futboll bukur, i alternon bukur pasin e shkurt, lojën e murit, driblimin, janë ndjem me fantazi, vrapojnë bukur. Pra, me pas një dorë, një mbështetje financiare, një organizim tjetër më të mirë, unë them që vllaznin do të jetë aty ku i ka hije dhe unë kam qef ta shoh gjithmonë vllaznin në piedestalin e futbollit shqiptar. Zeka, duke pasur përvojën italiane, ç'a mendon? Si trajner, unë jam i fokusuar në projektin sportiv të një klubi, pavarësisht se nga kush drejtohet, nga privati apo nga bashkia. Për ta kuptuar më mirë mendimin tim, bëj një pyetje për gjithë. Kush njeh kush është presidenti i Borussias, kush është presidenti i Manchester United, kush është presidenti i Tottenham, asnjëri nuk din emrat e tyre kush janë. Por projektet sportive pranë këtyre klubeve, shumë klube të tjera, vazhdojnë e nuk ndërpriten. Kështu që pavarësisht se kush drejton një klub, kur një projekt sportiv ka vazhdimsi, ka ndërtuar një cikël me afatgjat që sjell stabilitet në rezultate, në administrim, në çdo gjë, nuk ka asnjë problem se mund të administrohet nga privati apo nga bashkia. Pyetja mund të jetë, ka mundësi bashkia të jetë garanci ekonomike për klubin e vllaznisë? Nga ana tjetër, unë them edhe që klubi i vllaznisë, shumë sportësh, ka qenë dhe është jo vetëm sport, por edhe pasuri kulturale e qytetit tonë. Dhe si e tillë duhet të mirëmahet e të ruhet me rigorozitet.
kemi mundësi të japim një privatit çfarë do lloj klubi, të çfarë do lloj disipline sportive, që një të ardhme mund ta dërgojë në falimentim, mund ta shpërdorej, mund ta bëjë që të zhduket fare, siç ka ndodhur në vendet nga më të ndryshme. Kjo më bën mua që të mendoj e të fokusohem vetëm tek projekti sportiv. Këtu ka një defekt Zega Policës të vërtetës, sepse Vllaznia ka një defekt të madh. Nuk ka vetëm futbollin, por basketbollin, volejbollin, atletikën, boksin, gjitha i ka cilësisht në rang kombëtar. Çuditërisht, futbolli që ka 5 vjet që është frymarrje për mbijetesë, merr llokmën më të madhe nga buxheti i bashkisë, që do thot nga buxheti nga legat e taksapaguzve. Në qoftë se ne lirojmë futbollin nga kjo, me sa kuptova Bicin, atëherë lirohet edhe basketbolli, po duhet të kalojë edhe basketbollin në privatizim dhe volejbolli, dhe bashkia do të ketë të bëjë sportin për të gjithë, të bëjë parqe, të luajnë fëmijët e ku diun, apo jo? Se po kësejnë vetëm dialog ne dhe nuk pëllem shok me Jo, do flasin dhe këta. Bashkohem pjesërisht me zotin Zeka, dhe bashkimi im në mendim është tek projektet. Duhet në hartu projekte, jam shumë dakord me iden, por projektet nuk mund të hartohen kur i hedh shumë mirë në letër, për s'kem shtete financiare. Dhe kam pas fatin të punoj me ekipin kombëtar dhe kam asistu pranë klubeve gjermane. Po jap një shembull, te Bayer Leverkuseni ishin mbi 780 donator të bashkuar në një, si më thashë, në një korporat apo kooperativë si ishte, 780 donator, të cilët financonin dhe duke u bashkuar shumë ata e rrisin atë buxhetin e klubit. Dhe kishte mundësi me ble lojtarin për shembull 30 milion, 50 milion euro. Nërsa ne duke majt një person, ose duke majt bashkia, ne shkojmë deri te 500 milion lekë, maksimumi 700 milion lekë, 1 milion euro se kapim dot kur. Në një kohë që ti tash ka ardhur kohë që blesh futbollistin 1 milion euro. Sepse nuk kem pse rrim ma ne tash, jo pa e man bashkia, jo shumë sportet. Termi shumë sportesh nuk duhet të ekzistojë ma fare. Edhe sportet krahas mbështetjes që do japi bashkia, duhet gjejnë donator të vet, edhe sportet tjera. Që në mënyrë private të ecin. Sepse shumë sport që ka qenë tip kooperative në kohën e sistemit tjetër dhe ka ngel përsëri shtojc. Po në atë formë e sistemit tjetër ka ngel përsëri kjo shumë. Sekretari përgjithshëm do të shumë sportsheve. Rrogat e shumë sportshit, trajtimi, a janë trajtime qesharake, mos më le të gaboj Jo, profesor. rrështë tha s'ka lekë. Janë trajtime qesharake se kam asistu të shumë sportin Dinamos. E shpërblim është punë e zetë. Po. Dhe më thënë, një sportist nuk ka asiguracion. Kupton? Po quhet trajtim ushqimor, nuk ka as dieta, quhet trajtim ushqimor. Pra, aktualisht është punë e zetë. Sportisti, masi të mbarojnë karrierën sportive, flas nga ana e lojnave me dorë, ç'a është? Nuk është kur gjë. Kështu që dhe më thane të evidentu si të adetim ushqimor, ku në thojza është si gjysë rroget, pra dhe më thane nuk e arrim qëllimin në këtë punë. Më falë, profesor, keni qenë në kryet ministrisë. Pra, i pari ministrit sportit, po e themi gjithë se të ne nuk kemi ministrit sporti, kemi, përgjigjeshe. Sa ndikon ministria për këtë politikë sportive? Qeveria e djeshme, qeveria e sotme dhe qeveria që do të vinë për sportin, apo thjesht fushat për fushat? Në këto 20 vite, flas për qeverisit demokratike në këto 20 vite të ndryshimit sistemit nga ekonomia centralizuar në ekonomi tregut, me të thënë drejtën, pothuajse askush s'ka menduar për sportin. Pothuajse askush. Po të shohësh grantet dhe buxhetin që akordon qeveria, edhe kjo qeveria këtyre 3 viteve, po edhe qeverit tjera, janë qesharak. Dhe me thanë, të akordosh një grant për 38 federata që ka Shqipëria sot, 750.000 euro, po 800.000 euro, është të mos i ngopesh as me ujë. Kjo është situata në Shqipëri. Tashi,
Ne edhe llogarisë mund t'i kërkojmë shumë sepse kaq është hapi, thot, kaq është ekonomia. Jemi një vend, një varfër, jemi një vend i pazhvilluar dhe ashtu në industrisë kemi nuk prodhojmë gjatë. Janë probleme ekonomike mallore të cilët nuk i zgjidhim dot. Matia, je komplet privat, sa ke një emër të madh Vllaznia, të ndihmon bashkia, merr në një pjesë nga fondi i bashkisë? Ekipi jonë funksionon privat, është organizat jo fitimbruse, shoqatë sportive. Normalisht bashkia si çdo aktivitet që mund ta sponsorizojnë edhe si basketbollin, si volejbollin, por te kjo pjesë mendoj që ky ekip nuk ka gjetur asnjëherë, domethënë këtë periudhë që është atashuar pranë klubit Vllaznia, në mbështetje. Faktikisht edhe ne nuk kena anku, sepse kur ankojnë këto që kanë me të vërtetë problematika të mëdha, ne e kena zgjidhur ndoshta edhe me falë dhe rezultate të mira, sepse federata disi na ka stimulu duke dalë kampion ose fitu këto titull që ka kenë një mes e mirë për ne, domethënë me zbut sado pakdamin. Por mendoj që edhe ekipi jonë do një mbështetje, sepse nuk mund marrë prej një personi, është shumë i vështirë, domethënë unë mund ta marr një vit, 2, 3, 4, por gjithmonë nuk marrë, duhet një strategji, siç thonë edhe parafolësit, duhet një projekt për gjitha sportet. Kjo është një temë që asnjëri prej nesh nuk mund i vend vulin ose firmen eksakt, flasim ato idetë tona, tana idetë në teori janë funksionale, por në praktik në diçka tjetër. Mu më shqetëson me dalë pak edhe prej temës nështë të ekipit që unë drejtoj, është bën një stadium modern, po përfundon dhe shqetësimi nështë ka me kënë një sezoni tjetër, sepse Vllaznia pothuajse ja ka arrit objektivit minimal që ka pas mas mëra për kategorijet. Është një stadium i nivelit evropian, me terrenet bollshme, ai kërkon ekip, kërkon një ekip të organizuar dhe mendoj që bashkia si pronari i këtij klubit do të bëjnë të pamujtin që sezonin që vjen ketë një ekip të përshtatet atij stadium dhe ta çojnë emrin e Vllaznisë aty ku i takon. Format janë të shumëllojshme, mund të ketë metoda shumëllojshme, por kryesoja është gjetja një donatori ose investitori, se vetëm diçka më thonë, 750 euro jep Ministria e Sportit si sta profesor Bici për një vit, për tonë sportin në Shqipëri, 1.100.000 euro shit futbollisti me ngjyrë nga Skënderbeu tek një ekip belg. Imagjinat është ku mund të konkurrosh ti atë klub. Pa një detaje tjera. Matia tha që më duket e Borussia janë 50 donator. Pse s'bëhet kjo përvojë në klubet shqiptare? Kjo nuk bëhet me një fjalë, kjo don një strategji dhe po tjetë strategjia ose po tjetë edhe ligje që këto donatorë ose sponsor si mund t'i vesh emrin ose shoqëni aksionera diçka mund bëhet. Por deri tash siç e di unë ose kam dëgjuar se nuk jam specialist i kësaj fushë, ligji për sportin ose nuk ka punuar fare për këtë pjesë. Domethënë është lënë sikur shumë fusha tjera tjetër, por sporti e lënë masdorë, shifet edhe investimet që janë bërë në sport. Mendoj që edhe sporti tenash si çdo fushë jetës, edhe nuk ka mund të Ertan Hasan, ju vini nga Maqedonia, pra i sa di, në këtë moment si është organizuar sporti në Maqedoni? Klubet varen nga bashkitë, Tetova, Shkupi. Ka klube që varet edhe prej bashkisë, po ka klube që kanë sponsorë të fuqishëm. Për shembull, të marrim shembull Shkëndijën e Tetovës. Është zotëri Lazim Destani që finanson. Domethënë për 2-3 vite mund të themi që ka bërë ekip evropian. Ka synime të mëdha, domethënë. Po ka edhe ekipe që ndoshta edhe s'marrin edhe paga. Cilat janë ato që janë më mirë, le të themi, ato që janë në ndikimin e bashkisë apo ato që kanë donator privat? Ato që kanë donator privat. Shembull se pra, në një mënyrë vlen nga njëjta gjë. Eksperiencë botërore bashkitë nuk i përfil fare, po pse do Interi do ta investoj bashkia e Milanës? Absolutisht jo, s'ka. Tjetër eksperiencë. Ne kemi eksperiencën tonë për shembull që fshatari sa do i vogël që ka kenë, kur i ka vu përmes dy çej ka ecë më mirë. Pra, për periudhë caktuar, jena të folë për perspektive, por ne duhet me diskutu të tashmen. Dhe zgjidhja duhet me kenë një kombinim i kësaj gjëje. Pra, domethënë, edhe bashkia, edhe donatori. Ketë një raport.
Se, dhe më thanë, unë e kuptoj zotin Lazar se sa vështirë ka për me kriju një buxhet për një ekip prej 20 vajzash, 25 vajzash, dhe është i vetëm. Nuk e di, par jashtë që ishim, 2 milion e gjysa, nuk e di sa i ofron bashkia. Qa është? Qa është? Nështë është paga një mujit, ose trajtimet e një mujit. Dhe, Kështu që nuk... Profesor, du t'jemi të ndërgjegjshëm që edhe mundësit e firmave tona, e bizneseve tona nuk janë shumë të mëdha, janë biznese të vogla. Nuk mund të krahasohet me Fiatin Italisë, apo me Benzin, apo me atë Lufthansa, apo Boeingun, që këto firma të mëdha, shoqëritë të mëdha, korporatat të mëdha të cilat sponsorojnë, apo me to shoqëritë e naftës që vinë nga Kuwaiti, nga këto që çojnë zgupthi ekonomitë e klubeve. Ne kemi disa nërtues... Ata investorin se e djerin me stadiume, e djerin, dhe më thënë, i rikthejet leku. Kurse na, me këtë spektator që hinë si stadium, si në lojnat me dorë, nuk sa dhe që t'japin buxhet një sponsor, është vetëm... Përvoja e klube, sidomos futbollit, që futbolli edhe prallën, kur ta dish ta menaxhosh mirë, është që ka sfidu ekipit me emën. Ke rastin konkret Kuksit, Kors edhe të Laçit. Janë 3 ekipet që menaxhohen prej presidentu, prej privatit. Edhe historiku këtyne klube, ta krahasosh me Vllaznin, me Vlonën, me Tiranën, është zero. Edhe falë këtyne investime që këto kanë bërë, domethënë kanë sfidu këto mite, edhe sot shkojnë në Evropë dhe te futbolli sidomos arritet shkosh në Evropë, edhe nëse nuk del me fitim, ndoshta humbja do të jetë minimale dhe japin jetë ekipit edhe aktivitetit. Mendoj që duhet gjetë strategjia në bazë edhe të kushtet që ke, kushtet konkrete që ke. Unë mendoj një strategji mund njeket në Shkodër që Vllaznia mund të kthehet nëse nuk ka një investitor, sa shumë vështirë të vinë edhe dikush të hellin parë kështu në tym, nuk iku koha që me hell për hobi, hell një vit, hell një sasi të caktuar për të marrë një klub në nivelin e 1 milion më shumë euro në sezon, nuk më do mendoj që vin kush me hell në tym. Lazar, le të kalojmë pak te Ermir Grima, që sot nuk është sepse është në Hungari, ku nesër do të kemi një ndeshje miqësore, një shans më tepër, për shembull mund të kalosh vajzat, në fakt i kenë kombëtare, por objektivi jote është për të kaluar në grupe siç kaloi Skënderbeu, që është shumë pranë. Aty mund të shtohet edhe gjithë të lekët, se Skënderbeut aty u shtua buxheti. Kur kaloi në grupe, Evropa për çdo kalim i jep lekët. Sa ndikon Ermir Grima? Nuk mendoj që nuk kanë në një tavolinë me Tonetin, Grimën, që ke mik, dhe unë kam mik Grimën. Por tani është trajneri kombëtare shqiptare për femra. Shumë pyetje po të përgjigjem, ata që di unë, ti ç'a din ti, përgjigje vetë nëse don ti. Unë nuk pres asnjë gjë prej Ermir Grimës. Shkoda mund presin prej Grimës, normalisht është prodhimi i këtij qytetit. Ky ekip është i predispozuar për me përfaqësuar Shkodën në radhë parë ekipin që ne përfaqësojmë. Vllaznia juaj. Po Vllaznia. Normalisht çdo ekip që ka lojtare cilësore është krenari edhe ndër të ketë ato sportiste në ekipin kombëtar. Faktikisht për ekipit ton nuk ka mungu interesimi ose thithja prej kombëtarës të në vajzë, janë 1000 vajza vazhdimisht që i kanë kënë pjesë e kombëtarës në vazhdimësi, sepse është brumi më i mirë, jo se na ka afru kush këtë privilegj. Unë nuk e pres, jo prej Games Plus, prej një personit këtë, sepse në qo se më krye një privilegj, do të ndëmtojnë mrapa dhe nuk do t'ishte reale paraqitja jonë në kampionat, do t'ishte falso. Mendoj që caktimi i Grims edhe Sinanis, edhe një dyshe që edhe njëtën private, sportive që kanë pas bashkë, kanë kënë shokë dhe miqë, mendoj që është një zgjidhje e mirë për futbollin shqiptar. Ishte para këtyne 2 persona, një figurë njoftën e futbollit lujtën, por duhet pranojmë realitetin që futbolli shqiptar, futbolli fem në vitin e fundit nuk do të kritikohet për rezultatet, sepse e dim nivelin që ka Evropa, se është një sport i porsalinur në Shqipëri dhe nuk do të konkurrosh në Evropë për 3-4 vite, 5 vite, por në aspektet tjera ka pas disa problematika që edhe në media janë bërë publike. Ndoshta këtu do të mullet edhe
kam edhe prej këtyre drejtuesve që ky sport as më tepër që është një sport i vështirë, është i bukur, dikur e trajtuar si sport i meshkuj për sot palozin dhe femnat, të trajtohet me një sy tjetër, të vendoset rregullit, vendoset autoriteti i kësaj kombëtare ndoshta në vend, sepse këto problematika dëmtojnë rënd këtë sport dhe kjo do të ishte çelësi i suksesit për marrë futbollin shqiptar, caktimi këtyre dy figura që për mua janë dy figura të nderuar të sportit Shkodër dhe atij shqiptar si Grima, si Sinani. I urojmë suksese, ndërkohë vijnë mesazhe të shumta, unë lexoj disa prej tyre, pikërisht numri 06735 në fund thot: futbolli duhet privatizuar në Shkodër në mënyrë urgjente, sepse bashkia në asnjë vend në Evropë nuk e mban. Urime cungur për fitoren e sotme. Le të kalojmë tek kategoria superiore, pikërisht java e 31 rezultatet. Kemi dhe një mangësi sepse ndeshja u shty dhe ajo që shikoni atje Tirana Skënderbeu ka mbaruar, më thot regjia, 1-0 për Skënderbeun. Sakt. Atje Bendis, atë nuk e lexove ti, mos thoshte gaboj Bendis, po e themon, sepse në ram të keqes, por nuk ishim kohë, se ishim transmetim të drejt për drejt. Pra Tirana është mundur nga Skënderbeu dhe rezultatet e tjera kanë qenë. Tërbuni Teuta 1-4 për Teutën, Kuksi dhe Partizani 0-1 për Partizanin, Tirana dhe Skënderbeu, siç e theksuam, 0-1 për Skënderbeun, Bylis dhe Laçi 1-0 për Bylis dhe në fund Vllaznia Flamurtari 2-1 në favor të Vllaznisë. Dhe klasifikimi përsëri do të ketë ndryshime, është skuadra Koçare që ruan diferencën, ka kaluar në kuotën e 69 pikëve, është 2 pikë para Partizanit, pëse shikoni aty u kërkoj ndjes, sepse ishim transmetim të drejt për drejt, ndërkohë Kuksi ishtë në vendin e tret me 52 pikë. Kaq pikë ka edhe Teuta, dërsa Tirana ka 48 pikë. 6 tjetër që vlen si kampione, Bendis Vllaznia. Vllaznia me 32 pikë. Për herë të parë në vendin e 6. Po. Në ditëlindjen e Cungut. Mbas bibliotekës. Si? Goxhaturat. Po, dhe Laçi zbret, dikur ka qenë Zeka para sa javësh, në vendin e 7. Po, që është me 31 pikë aktualisht, për të vijuar me Flamurtarin me 28 pikë, sërisht në vendin e 9 Bylisi me 28 pikë edhe kjo skuadër, duke përfunduar me Tërbunin me 17 pikë. Dhe java e ardhshme që do të jetë e 32-ta është ky kalendar. Do të kemi Laçin dhe Vllaznin për të vazhduar me Flamurtarin dhe Kuksin. Vazhdon Partizani Tërbuni, Teuta Tirana për të përfunduar me Skënderbeu dhe Bylis. Asani, marrim 2 skuadrat e para. Pikërisht Skënderbeu do të presi Bylisin. Çfarë nuk thosh Kodranët, inshallah mundet Bylisi. Partizani prej Tërbuni që ka prerë biletën, ka mundur vetveten, po skuadra më fair play me Karakaçin që ka probleme brenda për brenda, por që i ka marrë pikë Partizanit, i ka marrë në Korç pikë. Kë shikoni nga këto 2 skuadra, do ruajnë diferencën në përballjen direkte pastaj? Po, mendoj që do ruajnë diferencën, domethënë edhe Partizani edhe Skënderbeu do vazhdojnë me fitore. Zeka, Laçi i yti, vazhdon të jesh pjesë e Laçit, deklaruar sot zyrtarisht, do të ketë përballë Vllaznin që vjet erdhe për të bërë trajneri i Vllaznisë. Në Laçi Vllaznia. Janë afër në klasifikim, janë afër në ngjashmëri në nivel të lojës. Në këtë rast jam i detyruar të daj zemën për gjysëm, vetëm për këtë ndeshje, gjysëm për Laçin e gjysëm për Vllaznin. Po një të mitën e zemrës me kë afër je? Me Laçin që je pjesë të the apo me Vllaznin? Mund të vazhdosh sa të dush, barabar këtë ndeshje. Këtë ndeshje. Vetëm këtë ndeshje. Qartë. Pastaj në finish? Në finish, në finish si trajner do jem gjithmonë tifoz i skuadrës ku do jem. Vllaznia më ka shoqëruar që kur kam lindur e deri kur të vdes. Okej, dhe kalojmë tani kë pikërisht te fillimi ishte disi veçantë, e kemi parë në për Evropë, se ka shikoni fillimin e takimit, kur janë fëmijë Down. Gjëja më simbolike, e ke theksuar sikur na dëgjoi Cungu dhe e zbatoi. Shikoni. Gjëja më humane që kemi parë në stadium deri më sot Vasil Bisi.
një veprim i mrekullueshëm, veprim human, që du të marrin për masa më të mëdha në mbështetje të këtyre fëmijëve të lindur me defekte, fëmijëve autik, Që të më shtupinën, Dragojevićin, të arbitrat, cilit në të gjithë botën e qytetëruar mbështeten fuqishëm, duke qenë pjesë e aktiviteteve, qoftë sportive, qoftë kulturore, duke mbështetur edhe financarisht, duke i ndihmuar edhe për kurimin e tyre. Por ata kanë nevojë shumë, sidomos në pjesët sportive dhe kulturore, të jenë në mbrëmsinë e tyre dhe të argëtohen. Lazar Matia dhe Zoti ishte me këtë gjest human, sepse sot ka qenë shi jashtëzakonshëm, edhe aty kishte pak shi, si duket Zoti, e ruajti shiun pikërisht për këtë ceremoni hapse. Tjetër është një gjest që duhet inkuraju, është një veprim që mendoj që do ta mbështesin gjitha nivelet, jo vetëm ekipi i futbollit. Ata janë fëmijë me probleme të lindra që do të ishte sadopak ndihmë për familjet e këtyne që të mbështeten në të ana drejtime, dhe gjesti i sotshëm është një gjest për të inkuraju. Hasani? Mendoj këtë gjest nuk do ta bëjmë vetëm Vllaznia, po çdo ekip në superior. Kalojmë te goli i parë shënuar nga Shkodran nga Cicmil. Jo më pak se në 120 sekonda Bendis dhe Vllaznia kalon në gol një lloj qetësie. Ky është goli. Pjero nuk e ke idenë sa jam penduar që nuk kam shkuar sot në stadium. Korrigjoj javën tjetër. Patjetër që po. Zeka, ky gol. Cicmil, një rreshtim i fanellave të bardha dhe topi përfundon në rjet. I dha pak qetësi skuadrës Shkodrane ky gol, që në fillim. Minutën e dytë që u shënua goli, nuk është se i dha qetësi, po si nesha duron 90 minuta plus shtesën. Po ta fillosh neshën me rezultatin 1-0, i jep më shumë presion kundërshtarit. Ecim pak më shpejt, se jemi minutat e fundit, goli dytë nga Shtupina, ku kemi një dyshe Wendy Vecaj, ky është Wendy Vecaj, i jep një pas dhe Shtupina super Europa gol. Bici. Vllaznia pati fatin sot që bën një gol që në tunel. Pa dal nga llomat e zhveshjes, i Zoti i dhuroi golin, ndoshta edhe në mbështetjet atyre fëmijëve që i kanë qenë, edhe në mbështetjet të ditëlindjes së Cungut. Plus që Shtupina realizon atë gol të mrekullueshëm duke ruajt skuadrën në qetësi, për shku deri në fund të lojës. Lazar Matia vjen goli i parë, po kjo ndodhi 2 minuta para se të mbaronte takimi, ku vlonjatët shënojnë një gol që nuk e pan për shkak një defekti elektrik dhe shumë minuta shkodranët nuk e pan se ishte nuk u transmetua. Ky është goli i shënuar nga vlonjatët 2-1 dhe goli i fundit nga 3 gola. Nuk deshta vetëm goli me komentuar 2 fjalë, se edhe koha ndoshta është e limituar, edhe për sa i përket këtij takimi me që jam edhe afër ekipit. Me thënë vërtetën, ekipi për pozicionin që ka në tabel edhe problematika që është shtuar me damtime me mungesa për kartelo, kjo ndeshje ishte shumë delikate për ekipin tonë. Trajneri përveç damtimeve që kishte lojtarëve të javë më përpara, dënimit me kartela ju shtu edhe Bardulla me një gjendje gripale ditëve të fundit dhe kishte shumë mungesa dhe të ketë një ekip në këtë pozicion që është Vllaznia me këtë kontingjent lojtarësh. Ndeshja, një sekond, ndeshja ishte shumë e vështirë, por edhe mendoj që edhe fati ishte për Vllaznin, se në 2 minuta të shënosh gol, edhe loja domethënë foli për Vllaznin. Por do kemi kohë në minutat e fundit, më fal. Wendy Vecaj, një nga rastet e rralla, domethënë që mund të ishte rezultati, një gjuajtje nga larg, ky njeri bici se si është futur me shumë kurajo nga Cungu në formacion. Wendy Vecaj mund të kishte shënuar në këtë moment dhe është mjeshtria e Likës që nxjerr topin në korner. Ky është momenti me të majtën e tij, shikoni, largon dhe topi në korner. Vllaznia është fidanisht e prodhimit të talenteve, çdo vit nxjerr talente, çdo vit prodhon. Prandaj ato kritikat e fillimit i pata në drejtim të organizimit të strukturave të klubit,
sepse ka mjaft prodhimtari talentesh. Okej, intervista me Armando Cungun, ta ndjekim. Fitore nuk ishte e lehtë. Kundër një ekipit direkt rival për mbi jetesë, as më tepër kundër Flamurtarit me shumë cilëtete për mendimin tim, një ekip i cili nuk është projektu dhe besoj me cilëtetet që ka nuk ndërron situata në cilën ndodhen. Në këto kushte, duke pas parasysh edhe luajmë shtëpitë tonë dhe mas gabimeve të fundit të fillimit fazës 4 që i bëmë rrezikuar në një farë mënyret dhe ngushtuar distancat me ndjekësit tonë, kështu që nuk kishim as alternativë tjetër përveç se fitores. Një fitore e cila erdhi me vujtje, por besoj se e bukur dhe me shumë merit. Fitore e fituar nga Vllaznia me shumë merit dhe nuk duhet vënë dyshim. Faleminderit djemt për luftën dhe për shpirtin e garës. Sot djemt bani paraqitje kërë tjetër asaj që bëmë në shtëpi kundër Teuc. Pra u sjell me djemt të cilët ishim në qenjanar dhe mrapa. Thash vetëmja gabim edhe lojë që nuk na ndërrohet absolutisht, ishte ndeshja kundër Durrësit. Pjesën tjetër për mendimin tim jam i kënaqur me djemt. Në këto kushte nuk du të thëmë se asigurumi jetesë absolutisht janë edhe 5 javë. Duhet jemi shumë serios, sepse mos harrojmë se para 3 javë ishim 8 pikë dhe aktualisht sot nollna përsëri me 4 pikë me një eksiton, kështu që duhet jemi shumë serios dhe të mundon të marrin pikë sa më shumë të jetë e mujtën. Kjo ishte intervista pa komente Cungut dhe në fund fare një fotografi që kemi marrë zek nga Wembley dhe bëjmë mbylljen e emisionit. Kush është ky djalosh në Wembley? Bendis? Atëherë, personazhi në foto besoj se të gjithë e njohin. Kush? Normalisht nuk ka nevojë për komente, normalisht. Bardera. Ja, se të largë që. Hysén Zmiani është në Wembley, zeka. Hysén Zmiani dhe të falenderoj zeka që ishe me ne, Bendis të falenderoj, Vasil Bici të falenderoj që ishe me ne, Lazar Matia, të pësosh dhe i gol, se s'ka kuptim me një gol të mbyllet. Asani të uroj suksese në javën që vjen pikërisht në merte. Rasha, po? Vetëm shpejt. Po, minuti parë emisionit futboll, midisi futboll dhe fundi futboll. Do të korrigjojmë kur Vllaznia tjetë kampione në basketbol, kampione në volejbol dhe ne do marrim vetëm volejbol. Realizoni këtë, realizojmë ne, natën e mirë, por një përshëndetje edhe nga... Sepse ne dalim, na shikojnë, ja bërë edhe një zalar, se kështu ku flet, kërkon shumë, po s'ka jo, nuk fole keq. Por një përshëndetje edhe nga Arturi, Marviksi, Margjeka, Lindre Pishti, Fation Kraja, Marvin Maka e Gjok Vecaj. Natën, nesër i transmetohet në orën 13. Natën e mirë.